Rasti flagrant që trajtohet sot në emisionin Stop në TV Klan lidhet me mjekun e qendrës shëndetësore numër 10, Sinan M. Një qytetare i drejtohet fillimisht një farmacie pranë qendrës për shkak të shqetësimeve shëndetësore, ku takon doktorin, i cili prezantohet si mjek dhe i mat tensionin. Ai e fton qytetaren të shkojë në qendrën shëndetësore për një kontroll më të plotë. Qytetarja: si jeni? Të pyes nëse mund të marrë ndonjë gjë kështu, se po ndi si këputje, si aritmi, se këtu po të shkosh te qendra për të bërë vizitë. Doktori: Sinan M. Ta goj unë vizitën o goce, s'është problemi aty, se unë jam doktor, po ma të njërë tensionin ta shohim. Qytetarja: po ma bëre. Në vizitën e parë, doktori tregohet i afër dhe përpiqet të krijojë raport personal, duke e pyetur qytetaren për jetën private, gjendjen civile dhe origjinën. Doktori: Sinan M. Po ma të tensioni njerë. Qytetarja: okej. Doktor Sinan M. Sa? Farmacisti: 12, 8:30. Doktor Sinan M. Tani këtë këputjen e ke disa ditë? Qytetarja: u bënja 2-3 ditë. Doktor Sinan M. Ju jeni gocë, jeni e martuar? Qytetarja: jam e ve. Doktor Sinan M. S'ka gjë, s'të pyeta më gjatë, nga çfarë rrethi vjen? Qytetarja: nga... Doktor Sinan M. 10:07 e ke të ulët. Qytetarja: është i ulët? Doktor Sinan M. Regjistroje pak emrin aty kësaj gocës, vetëm ço të paktën, ço pak të kështu. Çoj më rrobat goce, se ulu aty s'ka problem, se s'desha me të shtri. Çoj më rrobat mirë, qa paske kështu? Si më rike? Për momentin nuk shikoj ndonjë gjë, thjesht të kara tensioni. Në qoftë se do ndihesh keq, po të jap numrin e telefonit edhe bjerit telefonit, edhe po që se ashtu bën një serum. Në qoftë se ti ndihesh keq edhe thuaj përmend emrin tim, 69 XXXXX. Doktor Sinani. Një Sinan ka këtu. Në vizitën e dytë, doktori i sugjeron të bëj check-up falas duke përmendur emrin e tij. Ai vazhdon me një sjellje që e kalon marrëdhënien profesionale mjek-paciente. Doktor Sinan M. Si jeni? Mirë? Të kara imuniteti. Do bësh një palë analiza gjaku. A do t'i bësh? Do i bëj, se falas i ke. 12:09. Jen qik frikacake. Shtriu lart. Tani, sa vjeç ishe ti goce? XX. Okej. Tani, gjitu pak lart bëj dhe atë check-upin, për 4 ditë të vinë në Albania. Ti je në punë? Po, prap sot. Po në punë, nga puna u shkëputa. Si je me problemet e menstruacionet e kështu gjërash? Të rregullta i kam pas. Në kuptimin flas, nuk e pas në një shqetësim, në një diçka. Jo, s'është se kam vënë re ndonjë gjë. Ngjitu lart aty vetëm me kartë identiteti. Thuaj ja me doktor Sinanin. Dakord? Mos e zgjat më muhabetin. Jo kështu, jo ashtu. Në vizitën e tretë, kur ndodhet i vetëm në zyrë, sjellja e tij kthehet në ngacmim seksual të hapur dhe të përsëritur. Qytetarja: doktor, super korrekte, të ishe vonu edhe pak? Jo, po nga që më the pas orës 2 edhe prandaj. Ishe marr? Do flasim për check-upin apo jo? Jo, prit njerë. Po prito, check-upi është ashtu. Tani, unë do të them vetëm një gjë. Tani, sa kohë ke që je divorcuar? U bën vite. Unë kur të ftoj, ti e di, unë të ftoj plot. Thjesht ti mu duke si e pafajshme në kuptimin tamam të fjalës. Kur fillove fole pastaj, kuptova që je për mu. Ja, për shembull, tani të ka filluar aritmia minjëherë. Doktor, të lutem prit. Jo, se do pres unë. Unë desha vetëm për aritmin se të ka filluar pak raja zemrës. Po ndoshta nga sikleti tani. Hëmë se qa sikleti do kesh ti, unë e ti e dhoma. Një sekond, ullu pa këtu. Jo, s'ka gjë. Ja, se unë po ulem këtu. Dakord, atere, ke një gjë do me thënë. Po prit, më lësho dorën. Ke ndonjë lidhje? Në quk, nuk ke? Jo, që skuqe më, qopate. Po tani pata siklet, nuk e di se unë erta për vizitën. Tash do flasim për vizitën, për check-upin që më the, se kisha ko. Unë, i flasim pastaj se check-upin e bëjmë nesër. Po sot do e bëjmë të marrësh veten dhe tu ta bëjmë. Dëgjo, ti je një moshe që e kuptojmë njëri tjetrin. Besoj që ti nuk është se ti ik gjë, do me thënë. Nuk ti ik gjë, do me thënë nga ajo pjesa. Nuk të ka ik gjë. Më përpare dhe mund të ketë rëshket në gjë.
Doktori i bën komente me përmbajtje erotike, ngacmon fizikisht, i bën ftesa me nënkuptime seksuale dhe mundohet të krijojë një situatë intime, duke shkelur rënd etikën profesionale. Me këta unë i kam thjesht, nuk dua as me i pa, me hedh syt. Është ditë për ditë në punë. Tani unë për grua e kam një në shtëpi. Po e zure këtë që e ke zënë të dashur këtej, ke ik se ti e ke grua pastaj, se ajo s'të len. Ore, unë kisha të infermierën tjetër që kam ek, edhe aq më bezdiste se po të vishe ti 2 herë 3 herë, ajo pastaj sa hyshti brenda jo të shifte ty nga maja e kokës te fundin këmbës. Doktor Sinan M. Ishin një 2 goca, të betohem ishin shumë të reja, ishin praktikante, unë vetëm, ato të dyja, po juve. Praktikante? Po shumë mirë, qa vjeti jeni, thashun. A i kimajmë një drek diku, ju qoj unë me makinë në një fshat andej nga Bërzhita. Okej, nena ke thonë, luta një shok të vi, 2-3, se ishin 2 këto, po 5 veta nuk erdhën. I ka vetëm. Qa të boja unë i shkreti? Të zuri halli ty, doktor. Më zuri halli. Edhe bëm treshe se i binte treshe, do me thënë. Tani u qetsove që të mas prap të rahurat. S'ka gjo, e jemi mirë. Tani do shtrije mund të vizitohem aty apo ti tashi? A ti gjeq pak kartelat? Jo, tani, o doktor, tani... Po mirë, ullu pak, se s'ka në gjë. Tani jemi në zyrë. Zyrë vari lesht, mos e zyrë shteti. Qëndrë shëndetësore. Po qartë qëndre leshi, vetëm këtu, andej kemi këta. I kemi të monitorume. Tani të flasim për vizitën, se për vizitën erdha. Unë dhe tu afrova për vizitën. Po ti mu afrove, por ajo nuk është vizit. Jo, të lutem, jo. Doktor, jo, po më shtyn kështu, po të shty normal që po të vjen sipër, normal që po të shty, normal, se dëgjohem jashtë. Po vari më kërin mu më shumë se sa, vari lesht atyre, se aty më rri mu më plasi këri për to, as më roket fare, i fus qelsin tani e në vetëm e të dhënë puthje ty. Jo, doktor, të lutem. Doktori, mirë. Në bisedat e mëtejshme, doktori shfajt gjuhë të papërshtatshme, ufton kolege femra dhe flet hapur për dëshira seksuale. Mos ke qef ndonjë kështu got. Çar gote? Pim ndonjë duhen dhe pak raki. Që na stresove, doktor. Mirë të them eks, tani kam qef të shkoj me ty. Vi për vizite dhe më thot doktori dua të shkoj me ty. Se ke bezdita heq pak. Zhvishu, doktor. Ja, sa ti fus qelsin derës. Do ta ngres qik. Jo, unë piva spidot më. Jo, spidot më. Mu se është në një gjë. Nejse, se sot ke pin qik ti. Jo, piva se të prita ty me thënë të drejtën. O, doktor, të lutem. Të lutem. Se po e marë situatën në dorë, do zhvishesh atur ku je pastaj. Normal që do zhvishem. Jo, ik të vendiot, dil të vendiot. Jo, mor doktor. Seriozisht e more. Jo, doktor, jo, të lutem. Mirë. Ka ndonjë gjë? S'ka ndonjë gjë. Doktor Sinani thot se ka patur të dashur një infermiere, ndërsa me 2 praktikante një herësh ka kryer raport. Ai ofron pacientes raki dhe duhan, i bën propozime seksuale të drejtë për drejta dhe mundohet ta preki fizikisht. Megjithatë dëgjo, unë mendoj kështu. Më mirë ta bëjmë, mos e zgjat kot, sepse është më e këndshme ta bëjmë se mos ta bëjmë. O doktor, s'ka gjë, edhe ato do i bëjmë. Megjithatë, tani unë ta kërkova, tani më thuaj po jo. Jo, doktor, se s'ka marrë për atë punë. Jo sot, mëj, ha. Hajta mas dhe njërë tensionin. Fati im është që të njofa. Pse ma coj zoti? Jo, ik e keq. Të lutem, doktor, të lutem. Tani më lësho se më... Tani të lutem. Apo mat apo shpomat tensionin tashi. Do ma heqësh të? Po mirë, ullu pak, se s'ka naj gjë. Tani jemi në zyrë. Zyrë vari lesht, mos e zyrë shteti. Qëndër shëndetësore. Po qarë qëndre leshi? Vetëm këtu, andej kemi këta, i kemi të monitorume. Tani do flasim për vizitën, se për vizitën erdha. Unë dhe tu afrova për vizitën. Po ti nu afrove, por ajo nuk është vizit. Jo, të lutem. Jo, doktor, jo. Po më shtyn kështu? Po të shty normal që po të vjen sipër, normal që po të shty. Normal. Se dëgjojmë jashtë. Po vari më këren mu më shumë se sa, vari lesht atyre, se aty më rri mu më plastikëri për to. As më roket fare. I fut qelsin tani e në vetëm e të dhenë puthje ty. Jo, doktor, të lutem.